Europa në rrezik, rishfaqet Angela Merkel paralajmëron sfidat globale dhe disavantazhet e Ish-kancelarja gjermane Angela Merkel i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të bashkohet dhe të veprojnë më koordinuar përballë krizave globale, luftrave dhe politikave proteksioniste të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nën Donald Trump. Merkel foli për një simpozium të fondacionit Konrad Adenauer mbi Traktatin e Lisbonës, duke theksuar se Europa ka rëndësi të veçantë në skenën gjeopolitike. Ajo shtoi, ne të gjithë jemi madje edhe Gjermania më e madhe ekonomikisht, krejtësisht të vetëm në fushë të hapur. Kjo është arsyeja pse Europa është bërë më e rëndësishme nga sa mund të mendohet. Ish-kancelarja paralajmëroi gjithashtu për disavantazhet e marrëveshjes së Lisbonës, duke theksuar se ndryshimet e mëdha kërkojnë mbledhjen e konventës europiane dhe se BE duhet kujdeset që të mos vërë vetën në situata që të mos mund të veprojë efektivisht. Merkel nënvizoi nevojën që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të bashkuheshin më ngushtë për të përballur sfidat nga Rusia, Kina dhe politika ndërkombëtare të papritura.